Zhvillimi i turizmit në zonën e Tepelenës po ndikon pozitivisht në rikthimin e banorëve nga emigrimi dhe investimin e tyre në vendlindje. Një prej tyre është edhe Kastriot Qëndro nga fshati Dragoti i Tepelenës, i cili ka zgjedhur të zhvillojë agroturizëm duke kombinuar traditën, mikpritjen dhe produktet vendase. Punuam në Greqi, bëm diçka, bëm prokopi dhe në fund fare vendosa të vija në Shqipëri për shumë arsye. Arsyeja që erdha në Shqipëri ishte dhe thënia dhe folja e qeverisë. Do të thënë që afroni në Shqipëri, rini në vendin tuaj, shikoni të ardhmen tuaj dhe sigundi juaj nuk ka. Kjo ishte që erdha këtu. Dhe është një diçka tjetër, çdo gjë është edhe me vendin. Vendin këtu që jam për momentin që po flas me juve, ku kam lumin, kam malet, tek lum këtu që në moshën e vogël u rrita, duhet të ruajtur, duhet të mbajtur, duhet të jesh afër tia, duhet ta ndjesh që sa më afër të jesh, aq dhe më shumë jep shpresë dhe për veten tënde dhe për ata që vinë e vizitojnë. Dua të bëj agroturizëm që quhet në fjalën shqip. Një tavernë, bujting, do të thënë me pak fjalë kjo do bëhet në mënyrë që i jep hapësirë vendit dhe këtu ku po ndërtoj gjërat. Si në ana që mund të punësoj njerëz, si në ana për interesin tim, dhe në fund fare me pak fjalë, kam thënë edhe ta them shpesh do ta shpreh që kur je në vendin tënd, je në vendin tënd. Nuk ka gjë më të mirë të jetosh, të punosh, të ndërtosh në vendin tënd. Ai thekson se për këtë nismë ka gjetur edhe mbështetjen e institucioneve përkatëse, çka e ka motivuar akoma më shumë për të çuar përpara projektin e tij. Më kanë ndihmuar me mënyrën e tyre, më kanë thënë që ti hajde ndërto, jeto, puno dhe jep jetë dhe njerëzve të tjerë ose front pune. Dhe neve brenda ligjit dhe ku nuk shkelim asnjë pjesë të ligjit do të ndihmojnë. Dhe ndihmuar në psikologjika, do të thënë nuk më than ik, po më than hajde kushdo që do të vinë në vendin e tij dhe do të hedhë lek, mesazhi im është ky, të vinë në vendin e tyre, të hedhin lek dhe ani ditur që nuk do gjejnë asnjë pengesë. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm, kthimi i të rinjve dhe mbështetja e agroturizmit janë tashmë prioritet për këtë zonë, ndërsa iniciativa si kjo e Kastriot Qëndros tregojnë se Tepelena po kthehet në një histori suksesi.